thot nuk e kemi dërguar asnjë të dërguar, pra pejgamber, vetë se i ka fol popullit ti me gjuhën e vet. Li yubayyina lahum, që t'ja sqaroj atyre të vërtetën e madhe të Sunduesit suprem të universit. Ky ajet i don minimumi 10 hutbe për t'u sqaruar. Vetëm ky ajet. Duket i thjesht, nuk është aq i thjesht. Tu ka shumë për të folur. Po ne nga 10 hutbe do ta kthejmë vetëm në pjesën e parë të hutbes. Shkurt. Ka thonë, nuk e dërgojmë një pejgamber vetë sa i duhet të jetë prej popullit dhe të di gjuhën dhe t'ja sqaroj me gjuhën e vet, jo me gjuhë tjetër. Popullit vet, po qartë, bukur, këndshëm, me prioritet, nga aja deri ke zhëja, fenë të madhit Zot. Tani ç'a ndodh? Pse thash është temë shumë e gjerë, do të cek pak. Li yubayyina lahum, ky i dërguar duhet t'ja sqaroj njerëzve. Ç'a ndodh kur sqarohet? Njerëzit kur vjen një pejgamber ka 3 lloj njerëzish në tokë, s'ka të katërt. Grupi i parë janë ato që e pranojnë. Lum për ato. Lum për ato dhe lum për Zotin që pranojnë ato. Sa i mirë është ai. Ky është grupi i parë, i bekuar. Ka i grup dytë, kundërshtar. Por këto nuk gjykohen për 2 javë, as për 1 muaj, as për 1 vit. Don kohën e vet, pejgamberi Muhammed a.s. i foli popullit vet vite e vite, 23 vjet ishte midis tyre. Se do kohë, sepse njeriu që akoma s'është informuar me Islamin, ka 1.000.000 paragjykime. Ka shumë gjëra që ai si kupton, se është rritur në traditë tjetër, në kuptim tjetër, me zotra të rrejshëm. Familja përpara ndoshta ka qenë larg Islamit, larg kuptimit. Pra është një botë vete, li yubayyina lahum do kohën e vet. Prandaj mos u mërzit, qoftë me prindrit, qoftë në fisin tënd, qoftë në shkollë, qoftë në punë, dikush që kundërshton, mos u grind me atë. Por bëje si pejgamberi a.s. i cili i justifikonte se ndoshta do të vi dita do e kuptojnë. Pastaj leja Zotit gjithësisë në dorë. Ai e din pastaj zemrën dhe i udhëzon kur e meritojnë dhe i dënon kur ato janë kundërshtar të rreth. Po grupi i tretë që po na shfaqet nga ky ajet, ka dhe grup tretë. Pra i pjesë e pranun, inshallah i madhi Zoti ja borris xhenetin. I grup tjetër e kundërshtojnë, masi Zoti derdhi dhe i mbuloi ato me të mirat e veta. Këto me drejtsinë e Zotit meritojnë dënim. Po është i grup tjetër i madh është shumë. Atyre që ato s'kan kuptuar ndonjëherë çfarë është Islami, apo s'kan kuptuar përpara kur ishte Musai, apo Isai, apo Ibrahimi a.s. e me radhë. Ky është i grup që gjithë ahlu sunnet wal jamaa, pra gjithë ulemat e mëdhenj të Kur'anit dhe të traditës profetike kanë thënë, ky grup është në dorën e Zotit. Ditën e gjykimit ai do merret me të. Ibn Kathiri në tefsiret e veta për shembull ka thënë që ky grup sprovohet në atë ditë kur dali përpara Zotit. Se këto grupi i tretë që po flasim do justifikohen, o Zoti i madh do thonë, nuk e kemi kuptuar, nuk na është sqaruar, apo hasha lillah, hoxhallarët, dietarët, xhamati në atë kohë ka qenë aq ignorant sa s'ia ka shpjeguar mirë popullit vet. Dhe do majnë përgjegjësi hoxhallarët, xhamati, intelektualët musliman që se kanë shpjeguar Islamin e duhur dhe ndoshta do justifikoj Allahu ato. Po kjo un po ka vetëm këtë. Kjo s'është as ajeti plot, po i ka shumë ajete që e vërtetojnë këtë që o ma kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Asnjë se dënoi thot pa i dërguar pejgamber. Në Kur'an, sura Isra. Pra, kurse kjo që po themi në sura Ibrahim, e para ishte prandaj thash do hutbe masud, kjo është temë shumë e veçantë. Kjo është temë që ti sot e merr esencën e kësaj. Ka shumë njerëz që si ka shku ky Islam i bukur dhe i pastër dhe i mrekullueshëm, apo hasha lillah i ka shku si terror, si e keqe, si ignorancë, si padituri. Ai ka llogari tjetër që i madhi Zot sipas informacionit që ka pas dhe sipas diturisë që ka pas në raport me Islamin, apo sipas shtrembrimit që i ka shku atij. Është punë tjetër. Lejse laka min al-amri shay, ka thonë në një rast pejgamberi ton. Nuk është çështje, kjo çështje s'përket fare me njerëzit e mi, e di unë atë. I madhi Zot i ka parasysh njerëzit e vet. Kjo është pjesa parë. Pjesa dytë është që do të më i fol njerëzve me gjuhën, pra ai që i fol do t'i foli me gjuhën e vet. Ne i themi në gjuhën popullore, me gjuhën e nënës. Kur ti flasish, isha amanetit madh kemi. Çfarë thot Zoti mas pak? Thot kujto popullin. Popujt e mëparshëm thot popullin e Nuhut. Popullin e Themutit.
popullin e Adit. Dhe shumë popull që erdhën mas tyre që nuk i din askush përveç Allahut Madhnushëm. Janë brenda dijes atij, po njerëzimi nuk i ka mbajt si kronologji historike. I madhi sot Grimsa nuk i ka shpëtu, i ka regjistru dhe do jenë prezent ditën e gjykimit. Atyre thot i folën pejgamberët, çdo populli, i folën pejgamberët e vet. A i di çfarë i thanë përgjigjen? Tha, neve në këtë që na thrisni ju jemi në dyshim madh. Dhe ne që këtë që po na shpjegoni ju jemi të hutuar plotësisht. Çfarë i kanë thonë? Ty të ka rasti me dikën për tyre të flasësh po. Nuk të kuptoj, kush ose na mërzite, nuk dua të dëgjoj, nuk e kuptoj këtë që po thua, nuk besoj që ka Zot, kam pas një përgjigje gjithë dhe aja, prioritetet që po thoja. A di që i kanë thonë, i mrekulli që e shpjegon Kurani. Wa qalet rusuluhum e fillahi shakku fatiri samawati wal ard. Tha ju keni dyshime ku ke shpikësi i qeve dhe i tokës? Ju kanë drejtu gjithë pejgamberet e kanë fillu kështu thirrjen islame. Thirrjen në emrin e të madhit Zot. E fillah, në Zot, keni dyshim, fatiri semawati wal ard. Ai nuk i krijoi, ai shpiku qejtë dhe tokën. Me i kriju është i gradë më e vogël. Me i shpik është që i ke kriju, po s'ke pas shembull përpara. I ke shpik ato, i ke kriju, i ke përsos, i ke ndërtu dhe e ke bo njeriu të parin. Kjo vjen mas shpikjes. Fatir nuk është Khalik. Khalik është krijues, kurse fatir është me e shpik, nuk ke pas shembull tjetër. Ti e ke filluar i pari, i madhi Zot s'ka pas nevojë me e pa. E ka shpik universin, e ka kriju, e ka përsos, e ka rendit, e ka precizuar atë. Mahnit është nga gjitha anët, që nga fëmia që krijohet në barkun e nënës, deri ke galaktikat dhe yjet e mëdha që po mahnisin shkencëtarët çdo ditë që kalon.